Jemi rikthyer dëgjues dashur këtu me pjesën e dytë të emisionit Pas Dita Sportive dhe si zakonisht pjesa e dytë i takon mysafirëve. Këtë e them çdo herë, por është e vërtetë. Kështu që është për nder ta prezantoj mysafirin në studio, sepse është prej atyre që është në mesin e historisë të artë të Gjakovës. Madje të skuadrës së vllazënimit, pikërisht pas një pritje rreth 29 vite për një titull, pikërisht mysafiri që kam këtu prezant është prej atyre që e ka emri i tij, duhet më shkruaj me shkronja të arta, qoftë nga kryetari Ardian Xhini, qoftë nga vetë qytetarët e vendit. Kështu që me mua prezant është Don Polloshka. Don, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Është kënaqime të pas, duke ditë që ke pasur një edicion tepër të mirë me skuadrën e vllazënimit. Faleminderit shumë. Qysh mundesh më na përshkruaj këtë edicion përgjithësi? Po mendoj, qysh e thalla ti, ka qenë një edicion historik për neve, sidomos për mu, po ashtu edhe për krejt Gjakovën, e kam prit me padurim një trofe, e ku ka më mirë se trofe e Ligës Unike. Mi djali kryeqytetit në Gjakovë, edhe pikërisht në qytet tëndin, erdhe fitova Ligën Unike. Po, djali kryeqytetit, po rrojnë që shtojmë na shqiptarët i kom prej Gjakovës, po padyshim. Ndjenja e veçantë sidomos me fitu në kryeqytet, kundër klubit më trofeshëm në historitë të basketbollit shqiptar. Ndjenja e papërshkueshme. Çka të më shiron ky pallati i rini, sepse çdo ndeshje jep pikë shumë, je shumë i sakt kur lum Prishtinë dhe bën shumë asiste. Kur gjëna është e mësu atë, që aty hapat e pari i kom marrë prej klubit Prishtina, po më në ligën e basketbollit profesionalisht po folim, dhe nashta që ajo edhe më shtyr me lujt ma mirë kundër Prishtinës. A ka dallim kështu kur shkosh në një parket krejtësisht tjetër nga një parket tjetër? Po më na lojtarët i kena, si me thonë, palestrat, sallat e favorite që mundën me lujt, jo favorite, po që na pëlqejnë më shumë, mundesh me thonë për shkak atmosferës, apo ku me di qka tjetër, po padyshim i kena sallat e preferuara. Dyqysh varet nga fakte edhe për ambient, dyqysh duket. Po qashtu, nuk ka njëjtë si me lujt për shembull kundër Prishtinës, se me lujt kundër Proton Cable Prizren, për shembull, ku nuk ka asnjë shikues. Nuk është që po duhemi nënçmu Proton Cable Prizren, po sporti luhet për shikues edhe kur ka shikues t'jap motiv më shumë për mi jap 100% për vetës. Fakt, gjatë mesjavës keni pasur të ishte shumë interesante me skuadrën e Prishtinës, e cila ishte treta e fazës çerek-finale për të vazhduar apo për të ndaluar pikërisht atë. Një ndeshje e cila shkoi e humbet vetëm për te i vazhdimeve. Si na shpjegon, duke ditë që keni një atmosferë jashtëzakonshme krijuar edhe nga vetë tifozëria Plisat, po ashtu pat edhe tifozë të tjerë, e cila në fakt mendoj që unë deri me tash Prishtina nuk arrit me mbush sallën këtë edicion më shumë se ndeshjen me të cilën e pat me pikërisht nga Juve. Po, dhe unë mendoj që salla ku në mbushën ndoshta për Prishtinën hera e parë në këtë sezon me më shumë të njerëz. Deri te çaj incidenti i vogël, edhe pse ajo është i vogël, loja ka shku përgjithësi mirë. Ka qenë një lojë shumë e bukur për shikues më po për kundër neve nuk ka qenë një lojë, domethënë që kena ndo detyrat për me i bo, për qatë lojë. Mendoj që na kena pas një roster të shkurt, edhe që ata në vazhdimin me lodhin e që atë me thonë 5-6 lojtarëve që kena lujt në qatë lojë, sepse Arber Sinani nuk kena shfryzu shumë, vetëm 3 minuta ka ardhur deri te humbja kundër Prishtinës. Kjo pra është ka qenë problemi kyçe, pra për që keni pasur roster të shumt dhe humb ndeshjen. Po ke interesant sepse tek skuadra e Prishtinës 3 nga 4 lojtarë kanë me 4 gabime, pse nuk arrit me shfrytzu në atë 5 minutshin. Po çaja lodhja, nuk i kena të koncentruar me sulmu lojtarë që kanë pas me 4 faulla, po ashtu edhe na kena pas lojtarë që kanë me 4 faulla, kanë vetëm Prishtina, po numri më i madh ke aty, ke Mall Bashiçi, ke Davis, ke Lendrejaj. Të na kanë 4 lojtarë, Hellemsi, Andersoni,
gjithob edhe u akere, dhe më thonë, edhe të na nuk vëret qatë shumë se na jena vetëm 7 lojtarë dhe Prishtina për shembull janë 12 lojtarë që mund me luajt krejt lojën edhe mund më vëret ajo. Po du më këthy pak të ndesha e dytë, sepse për me keni atmosfere jashtëzakonshme në Gjakov duke arrit me përmbys, çka ju tha trajneri para se kur shkon zhveshtore, se ketë afërsisht minus 21 pika që dallimi. Qëre, fillim, po mëne une po foli për vetës, na e ka nis ndeshjen shumë keq, ama se ka nis ndeshjen në Gjakov. Ka pas shuta shumë me fat që ka një prej Prishtinës, dhe më thonë e kanë shutu topi ka prek njerë në rreth, 2 herë, 3 herë, ka hi në kosh, adin ato e shuta me fat. Mendoj që ajo, une qysh e marrë basketbolin, mundet më na u kthy neve për mirë. Kur hindë me thonë 3-4 shuta me rënë me fat, edhe trajneri kur gjë vetëm na ka thonë me luajt mbrojtje sa më shumë, jop 120% për vetë se mu nuk ka vend për me pushu adin, se është ja ka më kon loja fundit për neve qatë sezon, ja ka më kon edhe një lojë tjetër që me vazhdu në gjysmë finale. Edhe normal, falë kuqëzimit Jakovës i kena jap, unë do më thonë mas asa lojë s'ko mujt as me livrit për lojë se le më lojtarë tjetë. I kena jap jo 120%, po 200% për vetës edhe me mbrojtje na kena kthy lojën. Nuk kena pas adin naj plan wow në sulm, po vetëm kena luajtur mbrojtje të fortë me kundër sulme, edhe me domethënë fati jon ka në pjesën e dytë me do shuta që na kanë edhe kanë kthy lojën. Kur u kry loja ato mush telefoni me notification në rrjetet sociale. Po në Gjakov gjithmonë mbushet mas çdo loje. Po miliona. A pa ndonjë prej mesazheve që të ka ardhur me qesh kështu? Po drejtë më të kallëzu nuk kam kujtohet për momentin, po sigurt ka pas ndaj mesazh që kom kesh. Se Liga Unike e fitut një Ligë Unike, një titull i cili për me ka prit 29 vjet. Gjakova me pas një titull till në basketbol dhe prej atyre si që thash edhe në hyrjet e emisionit një prej lojtarëve që për me duhet më shkru emri me shkrunetarta, sepse 29 vite me prit një titull është kogja shumë. Po mënej shumë është sidomos për një qytet që ka vlera sportive, është shumë për 29 vjet me prit një titull për krejt sporteve po folim. Po në qatë javë ka një javë sukseshme për Gjakovën, se për pas neve që kena fitu kupën, ka fitu edhe qikat ligën e parë kupën, djemt ligën e dytë, kupën e Kosovës edhe kampionatin e ligës dytë, edhe në volejbol edhe djemt edhe qikat e kanë fitu kupën, kështu që ka qenë javë dhe sukseshme për Gjakovën, po normal, tema kryesore o kon basketbolës, qaja kupë dhe më thonë o kon si ndër kryesorat prej këtë, ma e veçanta nashta muna me thonë prej këtë në tjerave. Po mendoj, kena luftu të në sezonin, sidomos marrën e trajnerit të ri për me fitu një trofe, qoftë ajo që s'patëm fat në gjysmë finale me Bashkimin, kampionatit të cilën tashmë veç të kry për neve, apo Ligën Unike të cilën e fitu. Po du më ndalë pak tek lidhja jote me trajnerin Sharin, sepse nuk është hera e parë thjesht që po punon. Ke punuar ndohet gjatë Jo, nuk kom punu me Sharinën, është hera parë, ka qenë në Prishtinë, në pejen e Bashkim, po nuk kam qenë në ekipin e tij. Si është puna me ta? Se është një trajner kogja që një basketbollin kosovar, ka qenë tek skuadra e Prishtinës gjatë vitit 2016-17. Po mendoj, lidhja është, nashta që ajo lidhja na ka pru deri këtu ku jena na si vllazëdim, lidhja ka qenë ma shumë më thonë si shok me shok se trajner me lojtar. Që si lidhje kena pas, jo veç unë me Sharinën po krejt lojtarët, edhe që ajo nashta na ka bashku si një familje për me vazhdu me punu fort edhe marrë dhe që ky sukses që është bo. Po, normal, kur jo me playmakerin gjithë më kemi pas punti. Jo ma mirë, për dush me fol pak dësane ma ndryshe se aj vetë organizën lojën, edhe normal. Me mu, me Arjanin, me Helimsin, kam pas takime atë shumë të adin gjatë
gjatë gjithë vitet edhe ja kena arrit, besoj që ja kena arrit me përmbush Ato halit. ato që i ka kërkuar. Po. E the edhe vetë që është shumë problem kur është lojtari playmaker. Ke pasur 2 lëndime shumë të rënda gjatë flas gjatë karrierës tone, sidomos qysh arrit e mori kthy. Me këpu dikush atë celën është shumë problem. Po që ashtu është, po mendoj ka qenë një periudhë e vështirë për mu, po mendimin e familjes, prindve, krejt familjes, shokëve, po mendoj jam kthy në basketbol. Ëndra jam ka qenë vetëm me lujt, domethënë ja 5 minuta që aty me zavëcu dikën, me pushu dikën, e tash kur pe këshyri vetën më rana qëtëve 4 mujve të fundit i kom lujt për mi 35 minuta për të loj. A dhe nazat që kom besu që i kom e mujt, mas pari mi lujt 35 minuta për loj, lemo me arrit që a kena arrit. Do më thonë o konë një ndër e bu me realitet në ashta. A i thishtë trenerit, o trener për njerë të pushë. A ke pasur kësi kërkesat e treneri, për në të një përindeshje? Po, mas lojës me Prishtinën, ligën unike të cilën e kena fitu, ja kom bu trenerit, thash unë me borën, se patë me njerë lojën në vikend me borën, unë me borën, thash s'muj me lujt, thash që tepër jam i lodhën, kom të më punojnë. Tha, okej, tha, me lujt, nuk po thëmë që s'ki me lujt, po minutat e reduktu me kimi pas. Tha 10-15 minuta, thash, okej, po vjen loja me borën, 5 minutat e para po lëndohet Arjani, është kur pesho vetën në overtime, kur po kryet loja pesho vetën që kom lujt 42 minuta. Ato minutat të që i dhejmi në është në gjuhën popullore të forragji se kemi. Forragji definitivisht. Dëm, po të muri këti pak, e di që është pak si situatë e ndjeshme kje pjesa e ledine, po për i me që shke arrit me u rikëthy këti nga këj lendim, që shke arrit me u përmbajt kohës rikuperimit, se është një farlej, s'po tham depresion, por një farlej depresionin veti është. Qashtu edhe në mënej që është, qëre, kër e kom këput për erë, pa mënej, lëndu për erë par gjunin, nuk kom marrë, dhe më thonë, si fundi karierës apo fundi botës, edhin, kom marrë me shumë sportivitet, edhe ju kom përbajt këtë regullave që mi ka japë doktori, fizioterapeuti, edhe kom shku me hapë, dhe më thonë, me doktorën dhe me fizioterapeutin. Po në gjatë rikëthimit, rikuperimit, po ta një ndërhyrje në zorën qorë, edhe që aja në ashta për një muj ditë më kalon mbrapa me ushtrime dhe më thonë të gjunit, edhe kur jom këthy në ato ushtrime të cilat i kom lion para operacionit të zorës qorë. E më duhet më këthy ma mbrapa dhe më thonë, janë si me thonë pizzarës. Edhe në bazë disa ditë në vrapime, dollë në sodë për më shëtu edhe për më rikëthy në formë. Të ngajt jem konë me Arbrin, Sinanin, veç si të ngajt ordzova dhe veç tash vetë me vetë e këputa dhe njëherë, po adin as nuk u kaj se jerën e para as kur gjë. Mas 2 ditëve pesha që nuk më me laku mirë gjunin dhe vendosa me shku me bo një rezonancë. Pas rezonancës shkova në të doktorit në spitali Amerikan. Edhe du që e kom këputa petë. Pas taj me i thira prend, i tregova. Ka që aja periudë ndoko të kom periuda ma e fështirë që e kom pas. Edhe nuk më isha me pranu faktin që më ka këput edhe njerë ligamenti. Po thash edhe ma herët mendimin e prindve dhe të familjes jam rikëthy. Kena vendosë më bo operacion në Sloveni. Fazën e parë të rikuperimit e kom kryu atje në Sloveni, dytën e kom kryu në Prishtinë dhe më thonë. Qysh ka qenë drejtimi gjatë qasoj kohë familjes? Kanë vrapu ton kohën pas ti, apo ki pas kërkesë edhe nga vetë familja që mos me lujtë më basketbol? Jo, mëra e s'kar dhe s'konsiderat, mos me lujtë në basketbol. Jo qëro në vitë. Ose, ki pas për shamë, sepse dim që pavarësisht sa shkojmë të mjeku, që ose kemi diçka për të bërë operacion, dhe ke po që i ndalojnë disa prej seneve. Unë e shemë dhe këm pas, po flasë për kohën
që kom lujt futboll vet, kom pas një lëndin shumë shkurt, po jo që kom mujt me thonë, po më theki dush me pauzu që mos me lu njerë. Jo, që do mësë mjeku këto dhe mjeku në Sloveni, unë i kom të regu që du më këthim basketbol. Ti gjeje mënyrën që ishkim avo operacion komod. Unë du me lujt, apet masi që të rikthena dhe me thonë. Se kjo është me protokoll, shkan 9 muaj deri në 1 vjet. Ajo me lujt basketbolin asort konsiderat. Sa ka qenë kohë zgjatja? Qërë, herën e parë ka zgjat, dhe me thonë jëmë bu në shkurt operacion, apet në mes shtatorit jëmë bu operacion për herë dytë. Edhe prej shtatorit deri në shtator, kur e ka nis liga, dhe me thonë gati rreth 11 muaj det muaj me thonë që deri sa më hinë full stërvitje me ekipën e vllazimit. Pra, pas ke qenë në atë kohën që u zhdashë, pra... Po, gati 1 vjet. Gati 1 vjet. Nuk o rikuperim. Du ndalem pak te karriera jote, pavarësisht që nuk është që ke lëviz shumë nëpër skuadra, si që shohim disa prej basketbollistëve tjerë. Je pjesë e Prishtinës nga ajo pjesa, ke qenë pjesë e Prishtinës në atë që keni fituar edhe Ballkan Ligën. Nuk kam qenë. Nuk e qenë. Më kom pjesë kur jena kohën krejt ekipa vendore, kena fitu kupën e Kosovës dhe Superkupën e Kosovës. Kom qenë edhe 1 vjet më përpara kur kanë qenë FIBA Europe Cup, kur kena fitu Superkupën e Kosovës, po pastaj pandemia dhe nuk e kena vazhdu ligën. Në qato vite kom qenë, edhe vitin e fundit ku nuk kena fitu asnjë kupë. A ka qenë befasja më e këndshme gjatë qasë kohë kur ke qenë ketë letoar 100% vendor, duke një ritmin poshtë ekipët që kanë pasur përforcime edhe nga jashtë. Qëre, tash të na me thonë së kom befasit të së mbësa, po për neve nuk u kom befasit se kena pas frymën e mirë në ekipë, edhe jena përgadit, më duket na jena konë ekipa vetëm që atëherë që jena përgadit 1 muaj ditë para qasë Superkupe. Edhe kur kena hi aty fryma re, unë i kom pas për veti 18 vjetë. Pini 18 vjeqare të dënë qa pret. Ta është jëmë plak, Du më kalu pak edhe qka, a ke prit ftes nga treneri i kontares? Gjatë këti edicioni, sepse ki për me ki pasur paraqiti shumë të mira. Po mendoj, normal, kom prit, po edhe pse së bu ftesa nuk ka fundi botës. Ka ardhë shumë keq që nuk i kena mujt me u kualifiku, në më thënë synimi ku i kena pas. Po, normal kom prit ftes, po nuk më vara gjithë sem për unë më nga me lujtë mas mirë të në botë, edhe nuk më konë në pëlqimin e treneret, apo dikujna tjetër, edhe nuk muna mi kry punë që a i dënë, edhe normal nuk ka fundi botës në analitar, profesionista. Kur a e pret do një prej ndeshjeve tash të radhës që të kemi, a e pret t'jesh pjesë e Kosovës? Po më na krejt mendoj ose ke pasur ndonjëherë kontakte me trenerin i cili tashmë është i Kosovës? Jo, nuk kam pas kontakte me trenerin, se tash treneri i ri ka ardhur, të më thonë 2 drejtarët e fundit që janë lujt. Po, na krejt, sidomos unë, po pëse krejt lojtarët vendor që lujnë Kosovë kanë ëndër me lujt për Kosovën. Dhe shpresoj që po. Si është basketbolli në Kosovë? Tash për tash. Qëre, tash për tash, me qëtë ligjin e sponsorizimit ka ndryshu basketbolli. Po ka, ti po mundesh me jetu për basketbollit, dhe shkur të shqipë mundesh me jetu, se për para lojtarët kam jenë desht me bo puna dyta dhe nuk e kom fokusum 100% në basketbol. Po fatë këtë që na munges lojtarëve vendor, po mendoj. Nashta edhe kena, po s'pjo për nuk pje për t'apsina lojtarëve, edhe qaja po bjën dirët e fjalla nuk kena lojtarëve vendor. So në menoj që kena lojtarëve vendor, kena edhe për krejt ekipë, edhe nëse bëhet për shembull liga që po thonë me 10 ekipe, kena edhe për 10 ekipe lojtarë vendor, po vetëm duhet mi jap shansën, mi besu lojtarëve vendor, edhe pse jo ata me lujt edhe me tregu veten. Atë ka ardhur keq për ndonjë për shembull, ndonjë shok ose lojtar që ka qenë thujse me potencial të madh, por që është dashur ta lë basketbollin. Unë nuk kom pas, po me shok të mi
që ashtu që kam pas potencial të madh dhe kanë lënë basketbollit, po kom një prej shokëve të mi, shokët e vet që kanë pas potencial të madh dhe kanë lënë basketbollin për arsye shumë ndryshme, të cilat s'është mirë as me i fol, po edhe normal edhe ma mira me lujt ka njerë basketbol se mi hi rrugëve që s'duhet me hi. Rrugëve po, që kuptohet. Cila është ndeshja më e mirë e këtij edicioni sipas teje që ke luajtur? Po mendoj që ajo liga, finalja e ligës unike, që ajo mendoj që ka qenë ndeshja më e mirë e jamja dhe ekipës që kena luajtur ndajherë çet sezon. Cilën ndeshje kishe harru krejt? Thonë Cilën ndeshje kisha harru krejt? Me fshi kështu prej faqes dhe jot. Cilën ndeshje kisha harru krejt? Ndoshta ndeshja e parë me Borën, po unë nuk kam qenë në rastar se më koni lëndum. Ndoshta ndeshja e parë me Borën, edhe pse s'kam qenë e kisha harru krejt, se u kon shumë përshtuese për neve që kena u. Cila është, ose a ki ndonjë pishman basketbol që ke mojt me arrit, po je nalt, ose ke bo lëvizje tjetër? Jo, pishman, jo, veç që si kom dëgju pret ma shumë për punën e ushqimeve, stërvitjeve, se nësere. Ne pikrish me qenë se dolem të ushqimet. Çka konsumon gjatë që del jashtë rregullave, që nuk do të fort një konsumu. Po qëto fast foodat normal. Po jo qatë shumë, sidomos si vjetë s'kom guxu për shak, do më thonë lëndimit, ashtë jom kaj këshyri sanat, si me thonë me lup, jom kaj këshyri sanat. Po jo, fast foodi do më thonë që të pijet e gazume, krejt që janë këqia për sportistin. Se basketbolli ose faza play-offit, këndësh e finale dhe kush po beson me rosterin që ka komplet që mund me fitu këtë edicion? Qëre prej 4 tave mundet se cila me fitu. O mëne edhe na që na dhe ylli, mendoj që kena mujt me fitu se cila let kampionatin, po favorite për mua Trepqa. Favorite është Trepqa e këtij edicion. Po dhe Prishtina, masi kom gjithë Prishtinë nuk është në farë probleme edhe me fitu, po mendoj që gjosa pak ma të mdhoja ka Trepqa. Po nga këto të katërta të cilat janë, cila po menon qovë se kish fitu? Po. Cila po menon që ish kom befasia? Po flas duke ditë nga pjesa e ekipit, nga loja që e bojnë? Befasia ish kom peja, mendoj. Mendoj se nuk e ka ekipën ma të mirë se bashkimi, po jënë të lutë super mirë jënë të lutë për momentin edhe. Po për mua apet nuk ka befasi, po masi të thapi këtëve të 4, tave masi bashkime vend parë, Trepqa vend 2, Prishtina vend 3, edhe këtë 4 të besoj që ajo befasia është peja nëse fitan. Kush është basketbollisti më i mirë në Kosovë, sipas teje? Në Kosovë dhe gjitha konave për mua është Dardan Berisha. Po lojtari më i dobët? Lojtar më i dobët, une. Ja. Nuk e besoj këto. Pesë që më e mirë që ke lu? Që kom lujt? Po. Që kjo e fundit? Kjo e fundit. Po pesë që më e dobët? Nuk ka, ade do ka pesë që dobët, vetëm që shëndin t'i vetën në që ata lojtar. Po qës, okej. Po e ndryshojmë pyetjen. Pesë që nuk ke arrit më komponu me se të kjep. Po e ka pas shumë lojtarë, në Prishtinë kër jena konë, një kosë që s'kena mujtë më komponu heq. Vishëndru lojtarët e huj, edhe s'kena mujtë më komponu. Ka pas edhe për shamë pesë që të mirë në Prishtinë që jena komponu, edhe s'ka mujtë më na fitu kërkosh. Të më varet krej pej lojtarëve, pi ditës që e kanë, so dhone për shamë nuk më komponu me dikën tjetër kër kam ditën e keq, adem. Cila është muzika që e ngon para ndeshjes? Me të thonë drejtë nuk ngoj muzikë që këshyri tavoni për një i kry rutinën teme që e kam edhe që ullna, shtrina edhe këshyri tavoni për një gjysore. E që qasë muzikë. Cila është historia e ndonjë për lojtarit që t'inspiron për me arrit me bodi shka njetë? Që kjo një thonje fundit për një trajnerit njoftën, krejt që ka bujmë është një kujtim, jepi 100% për vetës për me të kujtim i mirë. Që kjo mendoj që është një thonje e mirë për sportista. Trajneri më i mirë në Kosovë,
deri me tash? Kush po mendon që ka qenë ose edhe është? Për mua është Jeronim Mosharin. Jeronim Mosharin. Për vëmet, normal. Kuptohet. Edhe du ta bëj një pyetje kështu pak a shumë për në jetën tonë si cili është për basketbollistët që e preferon tuaj, qoftë Tuj. ose e ki edhe të preferu me pavarësisht është aktiv apo s'është aktiv? Ka, pa mendoj, unë e këqyri shumë basketbol, aktiv s'ka qenë, për s'kom ri me pa, se ka vdik, dhe më thonë para se me lindun, edhe po mba story që mi ka zubabe edhe mba video që i kom pa për mu ka qenë Dražen Petrović. Dražen Petrović. Kur flas nga njerë kështu me mysafir të tua. Mos peleo nana që ka bo, dhe më thonë Michael Jordan. Pa arruar adhat. Po kur flas nga njerë me mysafir të basketbollit në studio, nga njerë ma tha, kujtohet njëri prej rituarëve që ka qenë pjesë e Prishtinës gjatë viteve 2005-2006, ka qenë nga Macedonia Veriut. Po nuk po mbjen mend. Nuk po kujtohet as mu emri. Ka qenë 10, e ka pas numrin 10. Ka pas një lojt stilit lojë si Dražen Petrović, po nuk ka qenë si... Po, si aj. Si aj, po e ka pas nga një, ka qenë shumë i qetë. Nuk po më kujtohet emri drejtën të kalzë. Po ndu më... Bashko me lyp kur dalë drejt. Kur dalim për i studios edhe i lypim dhe kërkojmë për me ka qenë një për lituarve që ka qenë edhe pse nuk është që po më kujtohet edhe emri i tij, se cili prej tyre ka qenë, po për me ka pasur një farë stilit lojës si Dražen Petrović. Duhet bëj pyetje, cili është ose çka kërkon me arrit për basketbollit? Kërkoj me arrit sa më shumë trofe që i kena arrit, po më trofe me vllazim me vazhdu me arrit trofeja, edhe pse jo më bu njëri prej lojtarëve inspirues, mas pare që mund është më këthy për në lëndimit të ronë dhe më konë shambull për të rritë edhe të rejat në basketbol. Qose do të shbor një film për jetën e do Polloshkës, edhe titulli është varë për i teje, cili titulli është këshin? Shumë, nashta veç doni. Doni. Bol, doni. Po diçka që ishtë varë kështu. Pasha zote nuk po mbjen mend tash për momentin. Dhe në pyetje e mirë, du të me menu këta. Du të menu ma gjatë. Kjo që ta bara këtë pyetje në para fundit e tregove pak a shumë që do me vazhdu me vllaznimin. Normal, dëshira është me vazhdu që a kena lonë, po nuk varët, thash, dhe ma jo vetëm për me, varët edhe prej qëllimeve të klubit, objektivat e klubit që e kanë. A ka mendaj treneri apo jo, treneri a mshë në ekip apo jo, kryetari dalë, apo na mshë në ekip, do më thonë, apo unë i kom kryo objektivat e mija, tash të duhet mi ndo rrugë, të adin Kënë varët gjithë Kënë varët qysh kryot ekipa. Edhe një pyetje krejt fundit për ta përmbyllur edhe edicion pjesën e intervistës. Cila është historia që mund është me na tregu edhe neve edhe dëgjuesve që po na dëgjojnë tani për tani, diçka që të ka ndodhur gjatë këtij edicioni. Qoftë në udhëtime, qoftë stërvitje, çka do që e mbon mend. Duna mu menu veç pak. Se ka ndodh, për më ne kena pas një ekip fantastike, ka ndodh shumë sene, ka ndodh. Po mendoj që njëna prej storyve që muna me thonë është që kena pas një ditë pushim, edhe unë po folli me trenerën, thasha mundëm diçka ma ndryshe me bo, tha gjithë shka mundëm me bo, po adin mës me hup treningin e kondicionit. Thasha lujmë futbol. Ata është i futbol. Thaj, po tha ndoj ekipet bëni, edhe më i me thonë që habija ma e modhe se për mënej këta lojtarët Amerikan të hujt nuk di fort mirë futbol. Dhe habija ma e modhe i kena pas nga dy të Nigeris, po lindu në të rritun atje.
Gjitho bë dhe nuk ka kohë, gjitho bë është 2-13. 2-13. Ja kom po që është lumë futbol, po më leo kohën habia me e modë. Plus, ajo dja thak në dore në futbol është majtak. Majtak. Edhe po më ne qajo kohën ndër storet ma të qëdyqme që shumë ka ardhë mu edhe nëse unë edhe futbol kom lyt për para edhe lyt mirë, kështu që edhe ka shku ma shumë ka shku luft futbol se ka njerë baska që lyshim 5-5 në stër vitje. Do faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pas Dita Sportive, kështu që unë të mirëpres edhe herë tjera. Faleminderit shumë edhe ti.